A do ta pranoj rezultatin nëse fiton Partia Socialiste, ja si përgjigjet Sali Berisha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u pyet nga gazetarët nëse do ta pranonte rezultatin e zgjedhjeve në rast se nuk fiton opozita. Berisha nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes, por denoncoi se Partia Socialiste ka bërë përpjekje për të ndikuar rezultatin. Ai deklaroi se përgjegjësia është e kryeministrit Edi Rama. Unë jam këtu për të paraqitur para jush dhe publikut ato që ndodhin dhe ne gjatë gjithë ditës kemi dokumentuar me përgjegjësi të plotë të gjitha përpjekjet antiligjore të bëra në 4 anët e vendit, por të dërgosh bandat për të rrethuar KZAZ është një përpjekje flagrante për të ndikuar në rezultatin, por kjo nuk do të ndodhë. Komisionerët tanë kanë marrë udhëzime të qarta dhe të prera. Përgjegjësia për të gjitha këto është e Edi Ramës, theksoi kreu i opozitës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.